Mbase brenda LDK-s, po zjen diçka. Në Vushtri sot u arrit një koalicion pas zgjedhor mes kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës LDK, Xhafer Tahiri dhe kandidatit të vetëvendosjes, Sulejman Meholli. Prezent në këtë ngjarje ishte edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Pas arritjes së marrëveshjes, kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se bashkëpunimi synon të sjellë përfitime konkrete për qytetarët. Kurti tha se më datën 9 nëntor le të punojmë jo për çdo ditë, por për çdo orë që këtë marrëveshje për bashkëqeverisje që e bëm sot, ta realizojmë me bashkëqeverisjen pas 9 nëntorit me kryetarin Sulejman Meholli dhe drejtorët të cilët bëjnë punë të mbara e të mira për qytetarët e Vushtrisë pa dallim, të cilën e duan shumë, edhe ajo e do. Kurse Tahiri deklaroi se ky koalicion nuk është kundër askujt, me emrin tim dhe të degës së LDK-s, më lejoni t'ju falenderoj për prezencën dhe të them se ky koalicion dhe marrëveshje nuk është kundër askujt, por për qytetin dhe qytetarët, duke qenë besimtar, unë besoj se e mira duhet të kthehet me të mirë. Nga ana tjetër për këtë ka reaguar vetë Lidhja Demokratike e Kosovës. Ajo i quan të papranueshme veprimet e kandidatit Tahiri, për të cilin thotë se pas analizimit të performancës së tij dhe degës së Vushtrisë, do të ndërmerren veprime përkatëse. Veprimet e kandidatit tonë në Vushtri për të lidhur koalicion me një parti tjetër janë veprime individuale të papranueshme dhe në kundërshtim me proceset statutore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, thuhet në reagimin e kësaj partie. Salihaj, është gabim të kundërshtohet një koalicion në nivel lokal. Ish-deputeti i LDK-s Adem Salihaj tha se është gabim të kundërshtohen koalicionet lokale pasi interesat lokale ndryshojnë nga ato qendrore. Ai beson se LDK-ja do të bashkëpunojë me PDK-n në disa komuna, veçanërisht në Prishtinë, si në të kaluarën. Sipas tij, degët lokale duhet të kenë më shumë autonomi sepse përqendrimi i pushtetit në një person çon në diktaturë. Unë mendoj se është gabim të kundërshtohet një koalicion në nivel lokal sepse interesat lokale dallohen nga ato në nivel të Kosovës. Jam i bindur se LDK-ja do të bëjë koalicione lokale veçanërisht me PDK në Prishtinë, sepse koalicione të tilla pothuajse ka pasur në të gjitha zgjedhjet, qoftë i shpallur ose i pashpallur. Në të kaluarën Isa Mustafa thoshte se u ka ndihmuar shumë Petriti, domethënë Elmir Çiça, për të fituar në Prishtinë. Jam i bindur se kjo mund të ndodhë përsëri, pra pse të mos bëj koalicion Xhafer Tahiri me vetëvendosje në Vushtri, aq më tepër kur vetëvendosja së paku nuk i ka vrarë veprimtarët e LDK-s, siç ka bërë PDK-ja. Degët e LDK-s duhet të kenë një lloj autonomie, sepse kjo do të ishte demokraci, nuk duhet të varet çdo gjë për një personi, sepse shtrëngimet e tepruara çojnë në diktaturë, deklaroi ai. Rugova, autoriteti i Abligjikut është sfiduar më 9 shkurt kur kemi dalë parti e tretë. Ish-deputeti tjetër i LDK-s Nasir Rugova tha se degët e LDK-s duhet të kenë autonomi në vendimarrje për koalicione lokale pasi qëndrimet qëndrojnë, po krijojnë konfuzion. Ai shtoi se autoriteti i Abligjikut u sfidua kur LDK-ja doli parti e tretë më 9 shkurt. Vlerësoi se koalicionet në komuna variojnë nga politika nacionale, por në rastin e Vushtrisë, kryetari degës së LDK-s është edhe antar i kryesisë qendrore, dhe ky qëndrim i kryesisë qendrore krijon konfuzion të strukturuar dhe degët e partisë, sepse edhe shumë degë të LDK-s janë në balotazh, edhe ne si LDK do të kemi nevojë për koalicione në disa komuna, prandaj degët duhet të kenë autonomi në vendimarrje. Autoriteti i Abligjikut është sfiduar më 9 shkurt kur kemi dalë parti e tretë, përmbylli ai për bota sot.